Po do ke. Ua keja. Në kryetar bashkie. Pa çakretari bashkie, çakretari. Je drejtor. Çat. Unë jam një qytetar i thjesht nga fshati edhe. Që më ka thënë aty ku s'mbahet, aty ku ta them dot re. Po çahalli ke zot. Ja ta them unë re, po që mos ta psoni si që psova unë, ma u ankon njëri. Si mos ta ankon. Mo thoni jo po partia kështu, jo po politikanë kështu. S'ka mish, s'ka patate, si të shoh. Ka mish, mari më thuaj kur ka edhe mari. Çfarë fotore? Kur ka lekë është tani edhe. Mirë, po kur ka lekë kam llavize, ka hyrë leku mbrim miute. Po çat ka ndodhur Xhaxhi? Ka filluar fushat elektorale. Aha. Shqyr thash unë se politikanë mbredhin nga njëri tepi Shqipërisë në tepin tjetër. Po normale. Ti radh dini fshatin tim ore. Erdhi vetë Edi Rama re bashkë me një koloni të madhe. Po se ka. Aty thash unë, sot përgatitu i thash vetes se do flaç e do shpresh problematikat. Po pra se ai prandaj ka ardhur dëgjoj problematika çallësh keni ju populli gjëra. E kështu mendonja dhe unë re, po ai kishte ardhur për të marrë votare. E tamam. Një rrugë dy punën burra. Po mirë çahalli ke ti? Mora mikrofonin unë me zia, mora Petritë se lindë ai. Donte ta foste vet, kishte qenë ta foste me kryeministrin. Po normal. Po dalë tash të kemi halle. E mora mikrofonin e thash shoku zoti Edi Rama, i thash unë. Mirë se ka ardhur fshatin ton, i thash unë. Neve thash, do me familja ime jemi socialistë të ndershëm dhe të hershëm thash, jemi socialistë nga koha e Zokut neve. Hoxhëne, me fatos, nënone, me mirë, netëne, me panelim, majkone, me tyje, me ata që do vimas teje. Po, edhe prap Ramën do votoni i bie, ha? As bëhet llaf që po i thashun, vota jon për ty është i thashun. Derisa të japim frymën e fundit. Po ai urdhë tha çhalli ke, o po kam një hall i thashun po mos ma merr për ashtu. Fol vaj, fol. Po tamam. Ore keni folur ju për këto legalizimit që do i bëni falas ë? Po. O ti mërzit ai, tha, po i kemi bërë, tha, pse kush i ka bërë legalizimin, tha, ti tha? Po. Jo legalizimin që kanë bërë unë thash, po ato 30.000 euro unë i thashë, si dhe thje. Si 30.000 euro. Çfarë thaj 30.000 euro? Ere 30.000 euro i thashun, se dëgjova ty unë që thën televizor legalizimet falas. Ja vajta, unë mora letrat e shtëpisë dhe thash aty ku bën legalizimet. Ke zyra. Po çu? Ma bëj legalizim falas më i thashun. Po ai qesh jeri. Po normale, po. Qesh e thaj ku ke parti legalizime falas në ndër? Jo, po nuk i thëti që kam dëgjuar Ramën. I thash, ka thënë kryeministri tash, ka thënë Rama re. Po pra fiks. Ja tha i po, e kanë të Rama re. Se Rama tha nuk ka paguar lek tha për vend në punës. Po neve tha përveç se kemi paguar lek për të punë këtu tha. Ne kemi bredhur fshat në fshat e lagjem për të bërë votare. Kur Rama na urdhon ne për të bërë vota tha, vetë tha, fillon ata dhe jo po kënjeta, jo po Bashkimi Evropiane. Po pse doni në gjë ata, domethënë sa ishte fatura le. Ja thaj fakt, falas janë thaj, po ti kesh letra në rregull. Një vjet dosin, unë letra në rregull i kam i thashun. Ore thaj, ti thaj, e ke tha e ke shefqet i tha emrin e kam i thashun, te ta kanë bërë shefqet. Kisha vërë që vetë 2 pika ta. E po kjo thaj donja 5.000 euro të regullohet ta. Po si, mi emrin thaj e ke Çaushit i thaj e kam i thashun. E po ta kanë bërë Çaushit thaj, dojë 10.000 euro shëke. Po normale se i bje shefqet Çaushit tjetër. Po mira po me 10.000 euro për një qëtë vete. Po mira edhe ti, ne që kemi emrin Çaushi, edhe fakt. Po nuk e zgjodha unë kur lindat mi emër kishte plakue. Mirë, nese. Po 20.000 euro të tjera. Jena fshati Biçakajt i thaj ta kanë bërë Bicakaj. Ikën ja aty jo certifikata, jo kur është fotografuar prona nga lart të dete baçja tjetrit. Ikën 30.000 euro re. Ja the Ramës. Se ai rrinë mendosh kështu kryeministri thaj. Ha e thashun, çaj thua këto aty. Po pa dale thaj, me 30.000 euro si bëra unë kur pisha teatrin thaj, me një lekë të gjë thaj. E apo një kështu. Ha lame.